Kur dëgjoni piskomat e bërtimat e sharjeve, ofendimeve, fyrjeve, se nuk po mjafton në Kosovën tonë dashur që të fitojmë. Duhet të fitojmë shumë, fitimi i tyre ka qenë 2.3 miliard euro. Qeveria jonë është karakterizuar me 2 drejtime kryesore që përbëjnë shinat e binarve të trenit tonë progresiv. E kemi thurë thesin si buxhet të shtetit, e kemi qep thesin si buxhet të shtetit, e kemi thurë gardhin si kufit Kosovës. Këto dyat i kemi bërë bashkë. E dashur qytetar, kur e kemi qep thesin, me gjilpër të vendi ku ishte i shqyer thesi, janë një disa piskoma, disa bërtima. E kjo ka ndodhë sepse aty ku ishte thesi i shkym, nuk ishte i shkym thesi vetvetiu, po dikush i kishte gishtat, dikush i kishte duart aty ku ishte shky thesi si buxheti i shtetit, e që ne po e qepnim me gjilpër. Pra me gjilpërën tonë, ne ja kemi shpu duart, gishtat dikujt që i ka pas aty ku ka qenë thesi i shkym, por ne nuk mund të ndalemi. Ata duhet t'i largojnë duart nga thesi dhe thesi duhet të rritet në mënyrë që të kemi gjithnjë më shumë çka të shpërndajmë. Andaj, kur dëgjoni piskomat e bërtimat e sharjeve, ofendimeve, fyrjeve, dijeni që janë për shkak se ua ka shpu gjilpëra e shtetit të drejtë, teksa qepte thesin e shkyer, gishtat edhe duart që i kishin aty ku s'duhet. Tash ju e pot që kishte ndonjëri i cili na kritikoj, na kundërshtoj. Pse po i mbështesim fëmijët me nga 100 euro para vitit 3 edhe po ashtu të moshuarit mi 65 vjeç. Mirë po dashur qytetar, ne këto e kemi bërë edhe vjet edhe par vjet. Mbështetja kësaj rove me 28 dhjetor, dojmos duhet jetë ma e madhe se me nom shkurt. Se nuk po mjafton në Kosovën tonë dashur që të fitojmë. Duhet të fitojmë shumë që të fitojmë. O shumë vështirë me ro taman kësaj opozite, po taman ju muni me bo me datën 28 dhjetor të fitu vetëvendosja Partia Guzo, Partia Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane mbi 50%. Si vjetë, 230 milion euro kanë paguar bizneset private tatim për buxhetin e shtetit, me qenë se tatimi është 10%, fitimi i tyre ka qenë 2.3 miliard euro. E para qeverisje son kur bizneset në përgjithësi nuk i kanë prek 900 milion euro fitim. Kjo ka qenë e mundur për shkak se nuk mund të gjeni as një biznes në këto gati 5 vite që nga kryeministri, ministrat, zëvendësministrat ose kabinetet tona në qeverinë e Republikës i kërkon dikujt najherë ndokund ryshfet para se me fillu biznesin ose haraq për të ndo fitimin me ta në fund të biznesit. Pra, drejtësia, sundimi ligjit, transparenca, antikorrupsioni është shëndruar në rritje të bizneseve, në rritje ekonomike dhe gjithashtu në rritje të buxhetit të shtetit.